Civil Media. Јас прво сакам да се заблагодарам на Filmis dëshiroj të falenderoj Civil për ftesën dhe hapësirën që ja jep akademisë në gjitha këto probleme që shqyrtojnë. Hoqa dorë për disa pjesave më të gjata dhe eksplikimeve më të gjata me Gjabirin u morëm vesh të flas edhe pak të diskutojmë rreth problemit me mediat. Dha një farë pjesë hyrise nga përfaqësuesi e Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit ajo diskutoi për fushatat, për programet e paguara politike, të cilat janë tipike për zgjedhje, të cilat janë në negociata, por besoni se kjo është pjesa më e lehtë. Diçka që mund të jetë teme marrëveshjes, lëndë e marrëveshjes dhe të zgjidhet. Edhe hulumtimet më të reja tregojnë se programet e paguara agresive vetëm kanë efekt kundërproduktiv tek një qytetar i ndërgjegjshëm shoqëror. Do të thotë ju ndjekni program të paguar, reklam politik para zgjedhjeve dhe thoni o zot sa para kanë shpenzuar, nuk duhet këtë 10 herë shohim, e ndjekim këtë reklam. Pra ju pyetni veten cili është efekti reklamave të paguara politike dhe për këtë do duhet të mendojnë ato PR ekipe, ajo që është shumë e rrezikshme është propaganda difuzive gjatë zgjedhjeve dhe kjo është cilësia e komunikimit politik në Maqedoni, por kjo nuk është vetëm tek ne, është edhe problem global tani me mediat e reja. Falë Zotit, nuk kemi diçka përjashtim ne të vetëm. Ne shohim se marrëdhënia ndërkombëtare mes Rusisë dhe Amerikës për zgjedhjet e fundit presidenciale në SHVA shihet nëpërmjet krizës së fake news përkatësisht. Çka bën disa agjenci në lidhje me lajmet e re, për shkak se ju mund të keni nuk di çfarë modeli zgjedhor, megjithatë në fund nga cilësia e komunikimit politik do të varet çfarë vendimi do të merr qytetari. Dhe kjo edhe ato në mjedise apatike dhe me shkallë të lartë të politizimit dhe në këtë pjesë ne në Maqedoni kemi problem pak më të madh për shkak se nuk kemi informim publik me cilësi. Për shembull, pra ju në Francë mund të keni fake news, gënjeshtra të rreme, manipulime, megjithatë në fund të keni Guardian. E qelni dhe aty disi ka integritet gazetat e dini se lajmin që keni lexuar, s'ka nevojë ta kontrolloni, ta verifikoni, pra ka një farë apo ka adresë fizike ku mund të paditni dhe kështu me radhë. Ne këtë nuk e kemi në Maqedoni, ne kemi media me integritet shtepër të ulët, gazetar, jo profesionist, gjithashtu me integritet shumë të ulët. Ne nuk kemi burime të cilave mund të besojnë në gjendje të tillë. Këto lajme të rreme portale të cilat e shihni se ç'po ndodh tani. Jemi krejtësisht të defokusuar nga problemet e vërteta. Shkaktojnë, bëjnë dëm tepër të madh. Fjalimin tim dëshiroj të paraqes me rekomandime, mund të flas për ilaçet, për edukatën mediatike, për profesionalizëm të gazetarëve, për këto janë procese tepër të gjata shoqërore, të cilat rezultate do të japin pas 10 viteve nëse tani fillojmë të punojmë as 15, por për zgjedhjet e ardhshme nuk japin asnjë efekt për shkak se bëhet fjalë për procese të gjata të cilat në nivel në rrafsh sociologjik duhet të veprojmë nga aspekti akademisë, qeverisë, nga aspekti shoqërisë qytetare dhe gjë që çka është ajo që mund të bëhet së shpejti për zgjedhjet e ardhshme. Më nervoj shumë që edhe në qeverinë aktuale tani dhe politikanët aktual demonstrojnë një mungesë të madhe edukate në aspekt të vlerave evropiane rreth online mediave dhe kështu kemi deklarata tepër shokante, paushale, nuk di çka fjalë lasim. Do të padisim, do të regjistrojmë, do të mbyllim, kjo është krejtësisht kontra gjithë rregullores evropiane dhe kundër gjitha vlerave evropiane. Evropa ju thotë lërini njerëzit të flasin për shkak se të gjithë jemi media apo jo, dhe të gjithë mund të flasin për gjithçka, madje mund të gënjejmë apo jo. Por në anën tjetër duhet të ekzistojë një farë korpusi që do të jetë mekanizëm mbrojtës dhe kjo është korpusi i informimit publik i mediave të regjistruara ku dominon legjislacioni mediatik, ajo që urgjentisht duhet të bëhet
është fillimisht politikanët aktual duhet të edukohen dhe kush mund të bëjë këtë. Në këtë moment vetëm shoqëria qytetare nëpërmjet projekteve të cilat do të kenë për qëllim edukimin e politikanëve tanë në një farë mënyrë fillimisht të dinë çka flasin dhe të mësojnë çka janë online media, çka është Facebooku, a është mundur kjo, a duhet të rregullohet çka thot një trup i caktuar për komunikime elektronike në Evropë, cilat janë direktivat, rekomandimet, të dinë fjalët kur e përdorin çka flasin. Për shkak se mund të na shkaktojnë dëme. Shihni të gjitha raportet janë të këqija. Edhe ky raport këtë vit për organizatat ndërkombëtare Freedom House raporter për gazetarë, raportet janë të këqija për mediat edhe për instancat politike, për shembull State Departamenti thot mediat i keni të këqija, ekziston polarizim i madh politik në sistemin politik. Korelacioni pa rregulluar në kësaj hapësire, mos edukat, mos apo ignorancë. Fillimisht pra duhet të edukohen politikanët, opsionet aktive politike që i kemi, edhe atë urgjentisht të rritet niveli i përgjegjësisë shoqërore të partive politike në mashini. Pra, mund të bëjnë shumë, çdo të thotë kjo, përgjegjësi shoqërore. Kjo do të thotë nëse ndonjë Infomax dëshmi e kemi të afërt në kuptimin politik, nuk mund të bëjmë kërdi aty me qëllim. Pra, përveç të fitojmë politik në ekzistencën tonë politike, duhet të mendojmë edhe çfarë dëmi shkaktojmë në shoqëri. Pra, absolutisht ngritet përgjegjësia shoqërore e partive politike, çdo parti politike mund të ketë community manager, prandaj më PR-istët nuk i thirisin thirrasin PR-ist ata të EGOS, por seksion për komunikime strategjik ku do të mirëmbajnë marrëdhëniet e ku të gjithë do të jemi më mirë, duhet të jemi me përgjegjësi shoqërore. Veçanërisht partitë të mëdha, ato 2 të 3 të mëdha, për shkak se këtu kemi sistem dual politik, dihet edhe shumë gjatë kështu do të jetë këtu. Ata duhet të imponojnë matricë të disiplinimit. Do të thotë në thojza e them këtë. Pra të imponojnë matricën në si menaxhohet publiku në kushtet të Facebookut, YouTubeut. Kjo është jeta jonë tani, nuk ka kthem mbrapa. Kjo është ekzistenca sociopolitike, duhet të përshtasim shoqërinë me këto dhe ata duhet të demonstrojnë se kemi nivel më të lartë të përgjegjësisë shoqërore, nëpërmjet rregulloreve ligjore janë të qarta, rregullore, direktivat evropiane, regjistra, ligje, censura absolutisht nuk bëjnë gjë këtu, por përsëri nëpërmjet shoqërisë qytetare duhet të reagohet në lidhje me këtë komunikim politik, për shkak se sot në shekullin 20 një demokracia nuk matet nëse keni zgjedhje apo ndarje të pushtetit. Ne kemi zgjedhje, kemi ndarje të pushtetit. Thonë se jemi autoritarizëm kompetitiv, përkatësisht nuk dalim prej kësaj. Patjetër të kemi komunikim cilësor politik si një nga indikatorët treguesit bashkëkor të demokracisë së një vendi, dhe kjo do të thotë lirshëm të komunikojmë, të kemi të drejtën për të vërtetën, për shkak se drejta e lirisë të shprehur nuk është vetëm ju të thoni diçka, por edhe të pranoni informat dhe truri juaj të aktivizohet dhe të merr vendimin e duhur. Nëse jeni të gënjur, si do të merrni vendimin e duhur? Ashtu që konsideroj se këtu përsëri efekt të mirë do të ketë shoqëria qytetare, të jemi më agresiv dhe ato linja të sponsorëve të cilat mjafti i tangojnë mediat si qëllim, për shkak se me të vërtet kemi probleme të madhe nga të gjitha vendet tjera në rajon. Ju falenderoj. Civil Media